Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit Indrit për prezantimin. Tema që unë do të prezantoj është zhvillimi i identitetit në kushtet e dhimbjes kronike, një analizë fenomenologjike e përvojës së adoleshentëve. Jam shumë i lumtur që jam në pjesëmarrës në konferencën e dhimbjes. Para shumë vitesh unë kam qenë në grupin organizator dhe tashmë jam në grupin e pjesëmarrësve dhe dua të falenderoj organizatorët për këtë organizim shumë serioz dhe shumë dinjitoz të konferencës. Unë jam psikolog, jam pedagog në Universitetin e Tiranës në departamentin e psikologjisë, dhe ajo që do dëgjoni në vijim është një perspektivë psikologjike për zhvillimin e identitetit në kushtet e dhimbjes kronike. E para është pse kjo temë studimi. Rreth 1 në 5 adoleshentë, siç e pam edhe nga prezantimi i mëparshëm, përjetojnë dhimbje kronike. Dhimbja kronike gjatë adoleshencës shoqërohet me probleme të mëdha psikologjike. 1 në 3 adoleshentë që kanë dhimbje kronike plotëson kushtet për çrregullime të ankthit. 1 në 8 për çrregullime të humorit. Dhimbja kronike gjatë adoleshencës nuk ngelet vetëm në dhimbje, por bëhet pjesë e zhvillimit të vetes. Gjatë adoleshencës, identiteti është projekti kryesor i zhvillimit të adoleshentit. Adoleshenca nuk është thjesht fazë zhvillimi, por është periudha kur individi duhet përgjigjet në mënyrë aktive pyetjeve kush jam unë dhe kush dua të bëhem unë. Dhe identiteti personal zhvillohet përmes eksplorimit të roleve sociale, zbulimit të vlerave dhe mundësive në botën sociale. Po ashtu përmes autonomisë dhe distancimit gradual nga varësia e prindërve, përkatësisë sociale dhe koherencës narrative. Pse na duhen këto? Sepse dhimbja kronike i afekton të gjitha këto. Kur trupi dhemb, zhvillimi i vetes nuk ndalet, por ai kushtëzohet. Zhvillimi i vetes bëhet në kushtet e dhimbjes kronike. Kur dhimbja bëhet kronike, identiteti nuk zhvillohet në hapësirën e nevojshme, por brenda kufive që imponon dhimbja kronike. Identiteti gjatë adoleshencës kërkon hapësirë për eksplorim dhe të gabosh, tolerancë ndaj pasigurisë psikologjike, fleksibilitet social, energji psikologjike dhe dedikim. Dhimbja kronike i pengon të gjitha këto kushte themelore. Sipas Bëri, ka qenë ndër të parët që ka folur për pasojat e dhimbjes kronike në zhvillimin e vetes. Dhimbja kronike është ndërprerje e vijimësisë biografike. Nëse mua më ndodh dhimbja kronike, në këtë rast dhimbja kronike është ndërprerje e vijimësisë biografike. Dhimbja kronike nuk ndikon vetëm në trupin e adoleshentit, ajo ndërpret rrjedhën e zakonshme të jetës dhe të zhvillimit të identitetit. Dhimbja kronike kërkon riorganizimin e kuptimit kush jam unë të vetes dhe detyron adoleshentin të rishkruajë narrativën e tij personale se kush ishte dhe kush është tani. Dhimbja kronike e ndan jetën në para sëmundjes dhe në pas sëmundjes. Pra, të gjitha këto do të thonë që dhimbja kronike nuk ndryshon vetëm trupin, por ndryshon historinë që adoleshenti ja tregon vetes për jetën e tij. Një adoleshent që ka dhimbje kronike e rrëfen krejt ndryshe historinë e jetës së tij. Pjesa e sipërme tregon se si është vijimësia e zakonshme e një zhvillimi. Në fillim kemi fëmijërinë, adoleshencë, kemi eksplorim dhe zhvillim të identitetit. Nëse shkojmë në anën poshtë, shikojmë që nga fëmijëria në adoleshencë fillon dhimbja kronike dhe kemi ndërprerje dhe riorganizim të identitetit. Procesi është shumë i komplikuar dhe shumë i vështirë. Dhimbja kronike është një përvojë që prek mënyrën si një adoleshent jeton, lidhet me të tjerët dhe kupton vetë. Sipas studimeve të fundit, adoleshentët raportojnë se dhimbja kronike i pengon të marrin pjesë në aktivitetet shkollore, sociale, fizike, duke krijuar ndjesinë e përjashtimit social nga jeta e bashkëmoshatarëve. Shumë të rinj raportojnë se të tjerët nuk e kuptojnë ose nuk e besojnë dhimbjen e tyre, gjë që rrit ndjenjat e izolimit dhe të vetmisë. Të dyja këto gjëra i pat edhe në prezantimin e kolegës nga Austria pak më parë. Dhimbja kronike nuk ndryshon vetëm atë që të rinjt mund të bëjnë, por ndryshon edhe mënyrën si ata e përjetojnë veten dhe vendin e tyre në botën e tyre sociale. Sëmundjet kronike gjatë adoleshencës mund të pengojnë zhvillimin psikosocial dhe rrisin shumë rrezikun për ankth, depresion dhe izolim. Studimet cilësore tregojnë se të rinjt me dhimbje kronike duhet zhvillojnë mënyra të shumta për të përballuar simptomat dhe të menaxhojnë jetën e tyre të përditshme. Pyetja kërkimore e këtij studimi është: si ndikon përvoja e dhimbjes kronike në procesin e zhvillimit të identitetit tek adoleshentët në Shqipëri? Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë në mënyrë fenomenologjike përvojën e adoleshentëve me dhimbje kronike, duke analizuar mënyrat se si këto kushte mjekësore ndërhyjnë në procesin e zhvillimit personal. Pra ne duhet t'i japim një kuptim subjektiv se si adoleshentët e kuptojnë dhimbjen kronike dhe jo si ne
e kuptojmë dhimbjen e tyre kronike. Pra, në fenomenologji ne shkojmë përmes kuptimit të tyre për dhimbjen kronike. Profesor Vyshka foli pak më parë që është shumë e vështirë që të identifikosh edhe të kuptosh me njësi matse, dhe në këtë sens mënyra më e mirë për të pyetur është se si ata e përjetojnë në botën e tyre fenomenologjike që janë adoleshentë me dhimbje kronike. Studimi mbështetet në fenomenologjinë interpretative që eksploron mënyrën se si individët e përjetojnë dhe i japin kuptim eksperiencës së tyre. Identiteti shihet si një proces indikuar nga konteksti social, mjekësor dhe zhvillimor. Pjesëmarrësit u përzgjedhën në mënyrë qëllimshme, janë të rinj me dhimbje kronike, adoleshentë. Në këtë studim janë 10 adoleshentë me dhimbje kronike, pjesëmarrësit u përzgjedhën në shërbimin e reumatologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Të dhënat u mblodhen përmes një interviste gjysmë strukturuar që zgjaste 30 deri në 40 minuta. Pyetjet ishin të hapura dhe me një stil non-direktiv, ku fokusi ishte në përvojën personale të dhimbjes kronike dhe të identitetit. Intervista u bazua në modelin e Marsha, Berzonski dhe Balistieri dhe maste 3 fokus kryesor: ndikimi i dhimbjes kronike në jetën personale dhe sociale, ndikimi i dhimbjes kronike në zhvillimin e identitetit, ndikimi i dhimbjes kronike në fushat e identitetit që është edukimi, marrëdhënie, vlera dhe ardhmja. Të dhënat u trianguluan sepse në studimet cilësore ne duhet i triangulojmë të dhënat, i marrim nga burime të ndryshme në bazë të analizave të kartelave klinike të tyre, intervista me psikologët e shërbimit dhe intervista pilot për validimin e protokollit të intervistës. Pasi u morën intervistat, ato u transkriptuan, u hodhen në programin web Qualitative Data Analyze, u identifikuan kodet dhe kategoritë dhe më pas u organizuan në temat të caktuara. Në bazë të analizës së temave, dolën 4 tema kryesore. Para se të analizojmë, në studimin fenomenologjik është shumë e rëndësishme që kërkuesi, në këtë rast unë kur bën studimin, duhet të vendos në klapa besimet e tij personale, sepse besimet e mia personale nuk i përkasin fenomenologjisë adoleshentëve me dhimbje kronike. Nuk e di unë më mirë se ata se si përjetohet dhimbja e tyre dhe unë duhet të monitoroj pritshmëritë dhe paragjykimet që kam që të mos vjen pjesë të dhënave, por të dhënat duhet të burojnë prej rrëfimeve dhe prej të dhënave që ata adoleshentët na japin. Në përfundim të analizës u identifikuan 4 procese kryesore fenomenologjike që bashkohen mënyrën se si dhimbja kronike pengon identitetin. Dhimbja kronike është një përvojë traumatike, zhvendoset fokusi i zhvillimit, tjetërsohet vetja dhe negocimi i identitetit përballë sëmundjes kronike. Të 4 këto do t'i marr me radhë tani. Dhimbja kronike është një përvojë traumatike. Një nga temat më të forta që doli nga analiza ishte përjetimi i dhimbjes kronike si një përvojë thellësisht destabilizuese dhe shumë traumatike. Adoleshentët raportojnë se sëmundja kronike ndërpret mënyrën e zakonshme të jetës dhe i detyron që të përballen me kufizime fizike dhe emocionale që ata nuk janë të përgatitur dhe nuk janë gati. Sëmundja kronike ndërhyr në funksionimin e përditshëm duke kufizuar aktivitetet fizike, pjesëmarrje në shkollë dhe ndërveprimet sociale. Për shumë prej tyre, kjo përvojë shoqërohet me ndjenja të forta ankthi, pasigurie dhe frike në të ardhmen. Një adoleshent thotë, ka ditë që për shembull ndihem keq dhe kam shumë dhimbje, nuk shkoj dot as në shkollë. Mendoja që ndonjëherë do vdisja, doja shumë të jetoja, por mendoja që do vdisja. Në perspektivën fenomenologjike, dhimbja kronike nuk përjetohet vetëm si simptom fizike, por si një krizë ekzistenciale që e përjeton adoleshenti dhe sfidion ndjenjen e vazhdimësisë së jetës dhe identitetit personal. E dyta është zhvendoset fokusi i zhvillimit. Çfarë ndodh? Një tjetër temë e rëndësishme lidhet me zhvendosjen e fokusit të jetës së adoleshentit nga detyrat zhvillimore dhe menaxhimi i sëmundjes. Në vend që të angazhohet në eksplorimin e roleve, në ndërtimin e marrëdhënieve dhe në zhvillimin e planeve në të ardhmen, shumë prej adoleshentëve raportojnë se energjia e tyre psikologjike dhe praktike përqendrohet në trajtimin e sëmundjes. Po, lash çdo gjë, lash shumë gjëra. Në këtë mënyrë dhimbja kronike ndërhyn drejt për drejt në procesin e zhvillimit të identitetit, duke zvendësuar eksplorimin e vetes me një fokus të vazhdueshëm në mbijetesë dhe në trajtimin mjekësor. Tema e tretë është tjetërsimi i vetes. Një nga përvojat më të përhapura të raportuara nga pjesëmarrësit është ndjenja e qenit ndryshe nga adoleshentët e tjerë. Adoleshentët përshkruan një proces gradual të tjetërsimit të vetes, ku ata fillojnë të shohin veten si të ndryshëm nga bashkëmoshatarët dhe nga versioni më parshëm i vetes. E dija që thellë nuk isha si ata. Pse të mos jem unë një lloj me të tjerët? Kjo përvojë lidhet me kufizimet fizike, me ndryshime në trup dhe me reduktimin e pjesëmarrjeve në jetën sociale. Në këtë kuptim, dhimbja kronike krijon një distancë midis identitetit të adoleshentëve që kishin më përpara dhe identitetit që po përjetojnë tashmë me dhimbjen kronike.
Dhe tema e katërt është negocimi i identitetit përballë sëmundjes. Shumë adoleshentë përpiqen të ruajnë identitetin e tyre të mëparshëm duke refuzuar ta bëjnë sëmundjen pjesë të vetes. Unë isha ai njeriu normal që kam qenë gjithmonë. Kjo strategji shoqërohet shpesh me mekanizma mbrojtës të mohimit dhe të intelektualizimit. Unë e mohoj që jam i smur, nuk e pranoj, unë e refuzoj, unë e intelektualizoj e shikoj këtë sëmundjen si një gjë që nuk më prek, ku në fakt prek. Dhe negocimi i dytë i identitetit më i shëndetshëm është që ka një proces gradual të integrimit të sëmundjes në identitetin personal. Ku jam unë dhe ku skolioza janë dy gjëra të ndryshme. Unë bashkëjetoj me skoliozën. Skolioza është ajo që është dhe kjo nuk pengon veten time të brendshme. Ky proces nuk përfaqëson dorëzim ndaj sëmundjes, por një përpjekje për të reorganizuar identitetin dhe për të gjetur kuptim në përvojën e dhimbjes. Në tërësi, analiza fenomenologjike tregoi se dhimbja kronike ndërhyn në procesin e zhvillimit të identitetit duke kufizuar eksplorimin e roleve të adoleshentit, ndryshuar marrëdhënien me trupin e tyre, krijoi ndjenja izolimi dhe duke e detyruar adoleshentin të rinegociojë zhvillimin e vetes. Në vend që identiteti të zhvillohet përmes eksplorimit dhe zgjedhjeve personale, ai formohet në kushtet e kufizimeve të imponuara nga sëmundja dhe nga dhimbja kronike. Çfarë do të thotë kjo? Trajtimi i dhimbjes kronike të adoleshentëve duhet të adresojë jo vetëm trupin, por edhe procesin e ndërtimit të identitetit. Ndërhyrjet psikologjike duhet të adresojnë jo vetëm menaxhimin e simptomave, por edhe procesin e formimit të identitetit gjatë adoleshencës. Trajtimi i adoleshentëve me dhimbje kronike duhet përfshijë një qasje multidisiplinare, ku psikologët duhet të jenë pjesë e rregullt e ekipit klinik. Dhimbja kronike mund të përjetohet si një ngjarje traumatike, ndaj ndërhyrjet psikologjike duhet përfshijnë teknika që ndihmojnë adoleshentët të përbunojnë ankthin, frikën dhe pasiguritë e tyre ekzistenciale, sepse për ta dhimbja kronike mund të kthehet në një kërcënim ekzistencial. Programet psikologjike duhet të inkurajojnë ndërveprime bashkëmoshatare dhe grupe mbështetëse, pasi ndjenja e përkatësisë ndihmon në riorganizimin e identitetit. Faleminderit për vëmendjen.